Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pezulluar përkohësisht takimet për vizat imigruese në ambasadat dhe konsulatat e SBA-ve në mbar botën, ndërsa zyrtarët konsullor do t'i nënshtrohen një trajnimi të ri të thelluar. Sipas Financial Times, aplikantë që kishin intervistat planifikuara kanë marrë njoftime me email se takimet e tyre do të ricaktohen. Deri tani Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka bërë të ditur se kur procesi do të rikthehet normalitetit. Sipas një zëdhënësi të Departamentit të Shtetit, këtë muaj është nisur një iniciativë globale trajnimi me synimin që zyrtarët konsullor të jenë të përgatitur për të bërë një vlerësim të plotë të çdo aplikante. Një element i rëndësishëm i kontrollave lidhet me kriterin e njohur si barr publike. Administrata synon të vlerësojë nëse aplikantët për viza imigruese mund të bëhen të varur nga përfitimet publike në SBA. Një Amerikë më e begat do të thotë të sigurohesh që aplikantët për vizë nuk ka të ngjarë të bëhen një barr publike, siç përcaktohet sipas ligjit dhe rregullores amerikane, deklaroi zëdhënësi për Financial Times. Pezullimi vjen në një kohë kur administrata Trump po përballet me betejë ligjore lidhur me politikat e saj të emigracionit. Javën e kaluar një gjykatëse federale rrëzoi një mas të administratës që kishte pezulluar për punimin e aplikimeve të emigracionit për shtetasit e 75 vendeve. Gjykatësia federale vlerësoi se kjo politika anashkalonte kompetencat dhe diskrecionin që Kongresi u ka dhënë zyrave konsullore për vendimarrjen mbi vizat. Palve u është dhënë afat deri më 11 shtator për të propozuar hapat e mëtejshëm në këtë çështje. Ndërkohë anullimi ose shtyrja e intervistave ka krijuar probleme për aplikantët. Avokati i emigracionit Brian Simmons tha për Financial Times se shumë prej tyre kishin shpenzuar mijëra dollar dhe kishin ndryshuar planet personale për të marrë pjesë në intervistat e programuara përpara se takimet u anulloheshin në momentet e fundit. Administrata Trump ka ndërmarrë një sër masash për të kufizuar migracionin drejt SBA-ve duke forcuar kontrollet për vizat dhe kartat e gjelbra, si dhe duke kufizuar ndjeshëm pranimin e refugjatëve. Për momentin mbetet e paqartë se sa do të zgjasë ndërprerja dhe kur aplikantët e prekur do të marrin datat e reja të intervistave.